Kuvendi votoi projekt ligjet në rendin e ditës ku deputetët e opozitës bllokuan foltoren duke kontestuar procesin e votimit. Me 84 vota pro dhe 1 kundër, Kuvendi miratoi projekt ligjin për disa ndryshime në ligjin për pagesat e vonuara dhe detyrimet kontraktore dhe tregtare. Projekt ligji për ndryshime në Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë u miratua me 85 vota pro dhe 2 kundër. Sa kaq, ndryshimet në ligjin për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për mbështetjen e shoqërisë civile u miratua me 82 vota pro dhe 1 kundër, ndërsa ligje për ndryshime për kontabilitetin e pasqyrat financiare me 83 vota pro dhe 1 kundër. Po ashtu Kuvendi miratoi projekt ligjin për ndryshime në ligjin për pronësinë industriale me 83 vota pro dhe 2 kundër. Një tjetër projekt ligji miratuar ishte ai për ndryshime në ligjin për turizmin, i cili mori 84 vota pro dhe 2 kundër. Kuvendi miratoi dhe ndryshimet në Kodin Detar të Republikës së Shqipërisë me 84 vota pro dhe 5 kundër, si dhe ndryshimet në ligjin për avokaturën e shtetit me 82 vota pro dhe 2 kundër. Me 83 vota pro dhe 2 vota kundër u miratuan pa ashtu dhe ndryshimet në ligjin për disiplinën në forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë, si dhe ndryshimet në ligjin për policinë e shtetit. Kuvendi votoi me projekt vendime të veçanta dhe 18 kandidatura për antar të Komisionit të Prokurimit Publik, nga të cilat u miratua emërimi i 3 kandidaturave. Konkretisht, Kuvendi miratoi me 73 vota pro emërimin e Edvin Simos, Donika Dacet dhe Nertil Kaninas. Ndërkohë me 78 vota pro, Kuvendi emëroi Ismail Shehun kryetar të Komisionit të Prokurimit Publik, ndërsa refuzoi kandidaturën e Behar Zenelit.